Në kujtesën time, kjo fjalë fitoreje ka qenë më e vështira gjë sot për të bërë një fjalë që arrin ta thotë atë çka për mua është kjo fitore. Dhe ndjes sepse realisht më është e pamundur të arrij ta them me gojë gjithçka që ndjej dhe mendoj prej orësh të gjata, ditësh dhe netësh pa gjumë, përballë një arritje të tillë, e cila është historike, jo thjesht për përmasën e fitores Partisë Socialiste, po mbi të gjitha për momentin historik kur kjo fitore mori jetë për Shqipërinë. Nuk ka fjalë të mjaftueshme për t'i falendëruar dhjetra mira, gratë e burrat, vajzat e djemt, e familjes sonë të madhe politike, që 4 vjet me radhë e shtruan me përpjekje, durim dhe disiplinë në çdo territor të Shqipërisë dhe së fundmi për 9 muaj, pa pushim, edhe në çdo drejtim jashtë kufive ku jetojnë shqiptarët, rrugën e kësaj fitoreje të paharrueshme. Faleminderit